kështu vjen urdhri. Mirëmëngjes, dashur miq. Ju përshëndes nga kafja mëngjesit këtu tek sheshi Wilson në zemër Tiranës, në zemër trafikut mëngjesit Tiranës. Me një kafe me miq të nderuar, Taulanta Jupin, kandidatën tonë për deputete. Ta përshëndesim? Pa diskutim përshëndetje. Përshëndetje Rame. S'është Rama, jo, janë njerëzit, jemi live. Jemi live, okay. Me doktoresh Diana Tomën, kandidatën tonë tjetër. Përshëndetje qytetar. Me student. Fakt kishim lënë një kafe për të diskutuar për fushatën, për problemet e rinisë. Por pse jo, edhe një komunikim të drejt për drejt me ju për gjithë shka që shkruani, pyesni, qoftë në inboxin e Facebookut apo një pjesë për jush të Instagramit, shumë të rinj të Instagrami, dhe për të komunikuar dhe live, sepse normalisht leximi dhe përgjigja mesazheve është një gjë, ndryshe është komunikojmë live. Kështu që drejt për drejt ju përshëndes, dhe çfarëdo pyetjesh apo diskutimesh të keni, mund ta nisim direkt. Alfred Poveshi, ore ti e ke për Terezi, thot. Jo, ja, ose kam fare për Terezi, as unë, as njerëzit. Se ta kisha për Terezi, s'futeshim në këtë betej. E di që sa kam për Terezi, as unë, as ti, as shumica shqiptarëve. Për Terezi e kanë, ose e kishim, vetëm disa që bëjshin prestigjatorin dhe dorën këtë gjepi uj, gjysma kanë shku ke veni, gjysma tjetër kërcejnë hum-hu. E ndjeka të rubrikën hum-hu, më duket që është live ai që bërë të rubrikën hum-hu, mëngjes për mëngjes. Së është hum-hu, po si është? Si? Ike, fillon tjerat. Ali Kaca, ti e bashkë me Ramën në marrëveshje. Po, unë jam me Ramën në marrëveshje, pra ne bashkova Ramën, votat me Ramën për të liru të korruptumit, pra ne mbylla listat, dhe ke gatru, o Ali, ke gatru me shokun Sali. A i bashkoj votat me Ramën për të liru të korruptumit, a i mbylli listat. Kurse unë kam qenë dhe jam përballë ti, dhe falë iniciativave ligjore që kam ndërmarrë që nga dekriminalizimi, ja kam paketu shumë shok, e ca tjerë ja ka paketu Spaku. O Rame, ha e fort. Po dhe pjesa tjetër, mos më harroni tabelën e shumëzimit. 77, 313. Si është puna tash? Ka dalë në thanë kjo rubrika hum-hun mëngjes, e po thot lloj gjanash, vetëm nuk jep përgjigje për një pyetje që në fakt ma bën dhe mu qytetarët. Më thanë, ky tha ti Euroatlantiku i syri veshi lidhja e aleatëve dhe ti di ke gjërat më mirë për Spakun, po unë e di që Amerika është tërheq nga Spaku. Kur dje doli lajm ekskluziv, jo vetëm portalet e pavarura, po dhe mediat që i ka ky dhe i tjetri i davarisi nga pak, që Amerika është kthy fuqishëm Spak. Dhe unë e pyes, pse më Rame si kthej përgjigje njerëzve që thonë, si është kjo punë? Ti the u tërhoqen, ata janë Spak. Ka shumë është mërzit, se çka bëj selfie dje, një montazh, gjoja me më kthy përgjigje, por punën e Spakut se përmend fare. Tash i desha ty pyes unë ju, është lajm i keq apo është lajm i mirë që Amerika u kthyn Spak? Si e menoni ju? Ma ktheni përgjigje drejt për drejt këtu nëse dëshironi. Fredi thot, Floreta, të ka ikur truri, ik bëjnë ai vizit. Unë ka ik truri, unë trurin e kam pas në vend, truri ju ka ik ju. Ju vazhdoni votoni Ramën 12 vjet, mas ju vjedh, ju gënjen, ju mashtron dhe gjysmë e shokëve i ka ngurë për korrupsion. Kështu që thriteni trurit, hapini veshët, hapini syt, shikoni programin ton që prej 1 qershorit, shikoni kandidatët tanë dhe me 11 maj
mos i thoni trurit miru pafshim, po veni në punë e votoni për të vetmin alternativë që ka zgjidhje për ju, koalicionin Euroatlantik numrin 4. Po më sa mirë bëhe pyetjen, sa mirë kapaj. Po pres për pyetjen, për gjithatë po marrë mirë përgjigjen e asaj. Lajmi i mirë, shumë i mirë, por do t'i godasin sa më fort, thot Fredi, po sigurisht. Pra lajmi i mirë për njerëzit, lajmi i keq për 77-313, po shtojnë për i bëjnë nga 2 krevate për qeli. Ashtu thuti, po mirë. Tashti, me që e nisëm këtë lloj komunikimit drejt për drejt, e kuptoj që korrupsioni është shqetësimi kryesor i qytetarëve. Shkurtimisht duhet ju them se çfarë parashikojmë planin kundër korrupsionit. E para, mbështetje pa kushte për SPAK-un. Ashtu siç kemi depozituar në këtë parlament kërkesën për fonde, për burime njerëzore, për ndryshime ligjore që ndihmojnë SPAK-un, ashtu do ta bëjmë realitet. Do ta bëjmë realitet. Mbështetje pa kushte dhe pavarësi totale e strukturës posaçme antikorrupsion. Jo si këta që tjetër gjë thonë e tjetër gjë bëjnë. Apo që ju përveshën sapo ju kapën kryebashkiakët e ministrat me presh nduar, duke thënë Republik Prokurorësh e tjerë. Nuk ka Shqipëri në Bashkimin Evropian pa e dhënë fund projektit Shqipëria 313. Ky që premtoi Shqipëria 2030, në fakt i vetmi projekt realist që ka pasur është Shqipëria 313. Së dyti, ligjin për vetingun e politikanëve, i cili do të bëjë kontrollin e hollësishëm të pasurive të çdo politikani, të familjarëve të tyre, të rrethit të tyre shoqëror dhe kontrollin e atyre që quhen kontaktet papërshtatshme apo lidhje me krimin. Ashtu siç u bë gjyqtarëve dhe prokurorëve, ashtu do të bëhet edhe për 140 deputetët, kabinetin qeveritar, kreun e shtetit dhe gjithë drejtorët e rëndësishëm të vendit. Së treti, heqja e imunitetit parlamentar, në mënyrë që askush mos të ketë mundësinë të largohet në drejtim paditur, siç u arratis zëvendës kryeministrit Zëvendësi Ramës, kur shkoi kërkesa për arrestim për skandalin e inceneratorëve, 77 e inceneratorëve. Ngritja e njësisë së rikuperimit të pasurive të vjedhura, është një zotim i yni i programit shpallur me 1 qershor dhe që do të bëhet realitet për të mundësuar që kudo t'i kemë pasuritë këta. Në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, kudo që t'i keni investuar, t'i gjurmojmë, t'i konfiskojmë e t'ju akthejmë padronëve të tyre të vërtet që jeni ju, janë qytetarët, është publiku shqiptar. Dhe po kështu reforma të tjera, të cilat do të mundsojnë që administrata shtetërore të ketë hapësira sa më të ngushta për të interpretuar ligjin, ligji të interpretohet drejt për drejti dhe qytetarët mos zvarriten, qoftë kur është fjala për burokracitë e përditshme, apo për pronat, apo për probleme të tjera, duke bërë të mundur pra një administratë vogël, eficiente, përballueshme nga tatim paguesit shqiptar dhe në shërbim të qytetarëve shqiptar. Faleminderit Donika Zëre, sukseset përbashkëta. Lajmi mirë për Shqipërinë, sigurisht. Rama është live, thot, dhe në sytë bufit po zotohet të shkojt tek shokët atje ku e ka vendin, thot njëri nga Londra. Shumë mirë. Pra, pa luftë kundër korrupsionit nuk ka mirëqenie. Gjithë e dim që korrupsioni është pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, është faqja e zezë për reputacionin ndërkombëtar të Shqipërisë, ndaj edhe zotimi im kryesor i koalicionit Euroatlantik numrit 4 në fletën e votimit është pikërisht lufta kundër korrupsionit. Do të vazhdojmë natyrisht edhe me pjesë tjera të programit tonë, të cilin do ta rikthejmë vëmendje vazhdimisht, por tani do të vazhdojmë me kafen me të rinjt këtu tek sheshi Wilson dhe pa diskutim do të rikthehemi përsëri në lidhje me ju, të dashur miq, ndjekës, qytetar, kritik, skeptik dhe pa diskutim edhe ju që vini këtu me mesazhe të gatshme, sepse s'veni mendjen punë. Por besoj që kemi mjaftuar shumë kohë t'ju bëjmë edhe ju që ju japin mesazhe të gatshme, veni mendjen punë,
bëni pyetje, bëni kritika, bëni sugjerime dhe të hapni syt para 11 majit, atëherë ku shumica shqiptarëve do kenë mundësinë zgjedhin familjen e tyre, fëmijët e tyre, Shqipërinë dhe jo t'i bëjmë prapë gro për vetes. Që ju përshëndes nga sheshi Wilson, pyetjet për kadastrën dhe për tjerat do t'i vazhdojmë pak më vonë. Jo jam fjalën për të, ndoshta sot, ndoshta nesër, shumë shpejt drejt për drejt. Tani do të vazhdoj t'i respektoj këta që më kanë ftuar për kafe këtu në sheshin Wilson. E ndoshta me disa për jush do të lëmë edhe në një kafe bashkë në ditën e vijim. 77, mos më harroni, 313. Numri 4.